Cila është e para, veza apo pula? Do të marrim evolucionin e species pulës, dihet që pula ka qenë më parë zog, i cili u kthye me kohë në pulë. Dhe po të marrim brezin e parë të pulës, i cili u quhet nga zogu quhet pulë, ai brez i pulës ka lind nga vezë zogu. Se zogu bëri vezë zogu, jo vezë pule. Ka bërë vezë zogu dhe nga kjo veza e zogut lindi pula e parë. Dhe masi u bë pula, masi u rrit, pastaj bëri vezën e pulës. Kështu që veza e pulës ka dalë mas generacionit parë, brezit parë të pulave, që u bën nga vezë zogj. Kështu që e para doli pula, pastaj doli veza e pulës. Në mënyrë që ta shpjegojmë sa më gjerësisht sepse veza vjen gjithmonë më pas species, duhet ta shpjegojmë këtë në termat e evolucionit, se si shkencëtarët e shpjegojnë evolucionin. Ne e dimë evolucionin e kafshëve, që vjen nga kafshët më të thjeshta deri ke më komplekset, dhe po të marrim specien e pulës, specien e zogjve, specien e dinosaurëve, e me radhë të tjera, do shohim që ke speciet e shpendëve, shkencëtarët e kanë ndarë që nga kjo pikë kohore e më përpara kanë qenë zogj. Nga kjo pikë në vazhdim, e që u bë më kompleks zogu, u quhet pulë. Po të marrim generacionin e fundit të zogjve, këto zogj bën vezë zogu. Dhe nga këto vezë zogu lindi pula e parë. Domthonë pulat e para janë formuar nga vezë zogu dhe këto pulat e para kanë bërë më pas kanë bërë vezën e pulës. Domthonë veza e pulës ka dalë gjithmonë më pas pulave të para. Dhe zogj ngjashëm me pulat, zogu i parë është formuar nga vezët e dinosaurëve. Veza e dinosaurit ka lindur zogun e parë, i cili ka bërë më pas vezën e zogut. Do të thënë, për çdo specie caktuar, veza e species vjen gjithmonë më pas species caktuar. Do të thënë, ka lindur zogu, pastaj ka ardhur veza e zogut. Ka lindur pula e parë, pastaj ka ardhur veza e pulës parë. Dinosaurët kanë lindur nga vezë zveranikësh përpara dinosaurëve dhe më pas dinosaurët e parë kanë bërë vezë dinosauri. Domethënë për çdo specie caktuar, veza ka qenë gjithmonë më pas. Dhe po ta shohim që në fillimet e specieve të gjalla, më përpara kanë qenë molekulat shumë komplekse, të cilat kanë formuar atë qelizën e parë. Dhe kjo qelizë e parë në fillimet e fare ka qenë ai virusi i parë, i cili nuk quhej as i gjallë as i vdekur, por mund të themi që ka qenë ajo veza e parë nga molekulat e para, të cilat to molekula formuan virusin e parë, dhe nga virusi i parë pastaj vazhdojnë speciet e me radhë. Gjithmonë veza duke pasuar specien përkatëse.